Kemi arritur të surja El Fil. Kjo sure e ka temën për një ndodhi që ka ndodhur në rrethin të Mekkës dhe Allahu subhanahu wa taala përmend këtë ndodhi dhe përfundimin e saj si dhunti për banorët e Mekkës, për Kurejshët dhe do të thënë që të jetë thirrje për ta ndjekur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu i lartësuar: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Do thot, a nuk e di se si veproi Zoti yt me njerëzit e elefantit. Do thot, a nuk e di o pejgamber si veproi Zoti yt, Allahu subhanahu wa ta'ala, me ata njerëz që sollën elefante për ta shkatruar Mekkën. Dhe kjo ndodhi, besoj është e njohur, është përsëritur shumë herë, ka ndodhur pikërisht në vitin kur ka lindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ndodhur që një prej udhëheqësve të Abisinis, i cili e ka pasur pushtetin të shtrirë edhe në Yemen, ka dashur që njerëzit të drejtohen në vendin e tij dhe ka ndërtuar një tempull të madh, një kishë, më thënë të atil që nuk është ndërtuar diçka e ngjashme me të më herët, dhe ka dashur që njerëzit të shkojnë atje për haxh dhe mos të shkojnë haxh, do thot në Qabe. Kjo është, siç dihet, do thot në udhëheqjen e politikës, që shumë prej njerëzve të dunjas mendojnë se feja ka të bëjë me interesat e dunjas. Edhe për këtë shkak e kanë pasë se Qabja ka një pozitë të rëndësishme të arabët, edhe vizitohet dhe respektohet, dhe kështu e kanë paket si mundësi për tregti, dhe me të vërtetë Mekja ka qenë qendër e tregtisë, dhe ka dashur që këtë tregti ta tërheqë në Yemen. Dhe kjo çështje është prej dhuntive të Allahut subhanahu wa taala. Edhe deri sot e quajnë haxhin turizëm fetar. Do thotë që nuk ka të bëjë me turizmin as me tregtin, por ka të bëjë me adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu është ai që e zgjedh ligjin, ai është që i zgjedh vendet dhe kohrat dhe njerëzit gjithashtu. Pra çdo gjë është me caktimin dhe me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Ky njeri që quhet Abraha al-Ashram ka urdhëruar që të rënohet Qabja dhe ka mbledhur një ushtri, do thot pasi e ka ndërtu këtë kishën e madhe në Yemen dhe ka parë që njerëzit nuk vinë aty dhe transmetohet një ndodhi që ka ndodhur. Një prej Kurejshve, prej banorëve të Mekkës, ka shku te ky vend, te ky tempull, edhe Allahu ju nderoft, thotë ka kryer nevojën aty dhe i ka lyer muret e atij tempulli, do të thonë për poshtrim të këtij vendi, do thotë që është bërë si fe artificiale. Do të thonë me këtë ka treguar, sepse arabët e kanë ditur që Qaben e ka ndërtu Ibrahimi alayhi salatu wassalam, dhe kjo është shtëpia që e ka zgjedhur Allahu i lartësuar. Dhe atëherë Abraha, do të thonë, ka dashur të hakmerret për këtë veprim dhe ka nisur një ushtri për në Mekke. Dhe me vete kanë marrë 13 elefanta dhe njëri prej tyre më i madhi, përmendet se është quajtur Mahmud, ai elefanti më i madh, udhëheqësi, dhe 12 elefant të tjerë janë nisur për ta rënuar Qaben. Dhe kur rrugës, do të thënë secili popull ose te secili fis që kanë kaluar dhe secili vendbanim, të gjithë kanë dalë ta luftojnë këtë Abrahen dhe të gjithë i ka mposhtur. Do të thënë ka pas ushtri më të fuqishme, derisa ka ardhur në afërsi të Mekkës dhe atëherë ka dërguar delegat që, do të thënë me udhëheqësin e Mekkës të merret vesh dhe ka dalë pra plaku i Mekkës, Abdul Muttalibi, dhe ka biseduar me ta, dhe përfundimi ka qenë që t'ja kthej devet edhe tokën, ku ja ka
uzurpuar ky Ebrahet, ja kthej Abdul Muttalibit, kurse ai të shkoi lirshëm në Qabe. Sepse ka thënë Abdul Muttalibi, Qabja e ka zotin e vet që e ruan ata. Atëherë Abdul Muttalibi i ka urdhëruar, i ka lajmëruar banorët e Mekkës që me një fjalë të evakuohen. Edhe gjithë kanë hipur nëpër majat e kodrave, që mos poshtrohen nga kjo ushtri. Atëherë është nisur ai me ushtrinë e tij dhe me elefantët, derisa kanë arritur në vendin që quhet Wadi Muhassir. Është një luginë e vogël ndërmjet Muzdelifës dhe Minas. Dhe aty elefanti është ndalur, dhe atëherë Allahu u ka dërguar një prej ushtrive të veta. Pra në këtë sure thot Allahu i lartësuar: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Thot, a nuk e sheh se si ka vepruar Allahu me ata poseduesit e elefantëve? Dhe kjo është, fjalimi i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është qëllimi a nuk e di, pra të gjithë banorët e Mekës e kanë ditur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditur këtë ndodhi të madhe, ku Allahu e ka mbrojtur haremin e tij, e ka mbrojtur, Mekën dhe banorët e Mekës. Dhe për këtë shkak, pastaj banorëve të Mekës është rritur edhe më shumë pozita, edhe në udhëtimet e tyre, gjithashtu nuk i ka prekur askush, edhe nuk i ka shqetësuar askush, sepse kanë thënë këta janë banorët e haremit të Allahut. Në këtë vit gjithashtu kanë lindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky ka qenë një sinjal, ose kjo ndodhi, ka qenë lajmërim për ardhjen e këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ka thënë, a nuk e ke parë, ose a nuk e di se si ka vepruar Allahu me njerëz të elefantit? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? A nuk u bëri Allahu komplotin e tyre në humbje? A nuk ja çoi në humbje, atë planifikimin dhe komplotin dhe kurthet që i kanë bërë, Allahu u ka bërë humbje. Nuk e kanë arritur atë që kanë dashur, por janë poshtruar dhe janë shkatruar. Wa arsala alejhim tajran ababil. Edhe Allahu ka dërguar atyre shpezë, grupe. Që kanë ardhur grupe të shumta të shpezëve një pas një. Tarmihim bi hijaratin min sijil, që i kanë gjuajtur me gur prej baltës pjekur. I kanë gjuajtur me gur prej baltës pjekur. Dhe me këtë, pra Allahu subhanahu wa taala u ka treguar njerëzve arrogant dhe mendjemdhen që mendojnë se posedojnë mjete të fuqishme, ose posedojnë pasuri, ose ushtri, numër, e kështu me radhë. Pra u ka treguar se ata e kanë pasur këtë kafsh, yerhamukallah. E kanë pasur elefantin, që është kafsha më e madhe, edhe më e fuqishme prej kafshëve të tokës. Edhe me këtë kanë treguar se ushtria e tyre nuk mpostet, dhe armatimi i tyre, është i pampostur. Pastaj Allahu subhanahu wa taala u ka dërguar këtë ushtri prej njerëz prej kafshëve më të dobta. Këto zogj të vegjël që janë në krahasim me elefantin, nuk barazohen për luftë, por ushtritë e Allahut janë më të fuqishme se çdo ushtri që i sheh njeriu se ka fuqi, do thotë. Dhe u ka sjell këto shpezë, zogj, të cilët kanë pas në sqepat e tyre dhe në këmbët e tyre nga një gur, që është përshkruar se është gur i vogël, me madhësinë sa madhësia e lajthisë, ose më e vogël se madhësia e lajthisë. Edhe me këto i kanë gjuajtur tarmihim bi hijaratin min sijil. Këto shpezë i kanë gjuajtur me gur prej baltës pjekur, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Edhe këta i ka bërë Allahu, këta grupe, këto ushtri të fuqishme, i ka bërë si kullosa e ngrënë, si kullota e ngrënë, pra bari dhe bimt, kur kalojnë aty kafshët,
çikullotin, edhe han, edhe shkullin, shkelin, do të thënë edhe kur e kalojnë atë, dhe në këtë mënyrë kanë mbetur këta njerëz, do të thënë të thërmuar dhe të shtypur nga këta guraleca, sepse përmendet që secili shpend, do të thënë që i ka pasur këto guralec të vegjël, do të thënë nga një e ka lëshu për secilin ushtar, edhe secilin elefant. Edhe kur e ka goditur një gur, do të thënë i ka depërtuar tej për tej trupit dhe ka filluar mishi të digjet dhe të bjerë, do të thënë i këtyre njerëzve. Pra kjo ka qenë disfat dhe poshtrim, edhe shkatrim, do të thënë në mënyrën më të dhimbshme për ta, sepse kanë ardhur, do thotë ta sfidojnë shtëpinë e Allahut të lartësuar. Dhe i ka bërë, do të thonë, si kjo kullota e ngran, ose disa prej dietarëve kanë thënë, do të thonë, pasi ta haj kullotën kafsha, edhe pasi ta nxjerr, pastaj edhe kur ajo thahet, edhe e marrin erërat. Do të thonë, është e thërmuar krejtësisht. Në këtë mënyrë është bërë ushtria e Ebrahes. Edhe ka përfundu çështja e tij dhe është përhapur lajmi për të, prandaj i shtu edhe më shumë respekti dhe nderimi Qabes te popujt, do thotë për rreth, është shtuar edhe më shumë, edhe nderimi i Qabes, edhe nderimi i banorëve të Mekkes. Dhe thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lindur në këtë vit, kur ka ndodhur kjo ndodhi e madhe, që e kanë përmendur njerëzit, edhe kanë ditur, edhe kanë quajtur Amul Fil, do të thënë viti i elefantit.